Si shkojnë puna? Po, mirë do të thonë, jemi mirë me thonë drejtën, jemi mundu për vërte. Fabrika klasë është fabrika themeluar vitin 2004, jemi në këtë treg prej 22 vitesh. Kemi një prodhim ditor rreth 1.5 tonë në ditë, të cilat konvertohen në muaj rreth 45 tonë. Prodhimi vjetor i joni shkon rreth 450 tonë në vit. Ku e çoni? Ne shesim në tregun e brendshëm shqiptar, po pretendojmë që shpejt e shpejt në hapjen e negociatave ndoshta edhe me fillimet e mbar punës nga qeveria. Kemi fatin ndoshta të shkojmë të shesim edhe në Itali, në Gjermani, këto, ndoshta nëse është mundësia. Ne po vazhdojmë me gjithë procedurat e tura për të eksportuar ju, por jemi në fazën e akoma punës që ne duhet përpushim. Sa punëtor ke këtu? Ne kemi rreth 45 punëtor për momentin, janë 45 veta, cilët punojnë prej kaq vitesh, kemi një skuadër prej unë kam skuadër prej 2004 gati, të tërën. Kujdesi kësaj pune nuk kanë lëviz punëtor, kanë jo nuk kanë lëviz. Do të thotë që i paguhen mirë. Po, i paguajmë mirë dhe i trajtojmë goxha mirë besojmë. Sa produkte ke? Ne kemi 24 produkte për momentin në treg ato. Megjithatë këto 24 produkte nuk janë të gjithmonë gjithkohë sepse sipas kërkesave një palë u bie ajo kërkesa për blerje. Sipas interesit sipas biznesit. Po çfarë kemi këtu? Kjo është një frigorifer minus 25 gradë, ku qëndron lënda e parë. Tu, si procedurë, ajo del nga frigoriferi minus 25, qëndron në të pjesën këtu që quhet dhoma e manipulimit. Për rreth 24 orë me temperaturën e nevojshme për të shkrirë nga 0 deri 5 gradë Celsius dhe pastaj është gati për të përpunuar në sallën e punës këtu. Procesin e ke automatik? Procesi është gjysmë automatik. Do të thonë, pjesa manuale e punës fillon këtu në transhën e prerje, pastaj kalon në makinën gryse. Nga makina e gryse është një makinë tjetër që quhet kuter, është katër, me këtë është një makinë që e gryn e bën miell sipas procedurës, do të thash me sipas por për shotat ka një proces ndryshe, për sallamin ndryshe. Pastaj nga katër i shkon në makinën mbushse. Makina mbushse është makina automatike, bashkohore, e cila bashkangjitet në një klip automatik. Tani si mund ta ndesi këtë që na shoh? Po, 2 sekonda, patjetër. Makina mbushse është kjo, është e lidhur me makinën e klipit. Në mënyrë automatike ajo e mbush, i jep dozaturën e duhur edhe e lidh. Mbas procesit mbushjes, ajo varet. Kjo është një nga produktet. Kjo është një nga produktet. Kjo një nga 24 produkte është Suzuki. Gjithë ky produkti siç është i tillë, kalon në një frigorifer para pjekjes. Kjo është frigoriferi që cilën qëndron para pjekjes. Po. To rrin 2 deri në 3 orë. Në këtë formë, në këtë mënyrë ka mundësi që të gjithë erëzat të komunikojnë me mishin, ato të krijohet një masë. Krijohen lidhje. Krijohen lidhje. Edhe lidhje kimike, po edhe lidhje aromatike të gjithë gjonave. Pas qëndron 2 deri në 3 orë këtu. Ajo kalon në procesin tjetër ku janë furrat. Tani këtu furrat janë automatike komplet, do ti e merr siç është koshi i tillë. Po, e kalon automatikisht. Ato e kalon e fut në furr. Furra është automatike, ka një proces që zgjat 2 deri në 3 orë. Varet për nga trasia e sallamit edhe për nga lloji produkti. Më pas e kalon për paketim, pastaj vjen këtu, pasi del nga furra, ftohen, ka një proces ftohen me ujë, dhe shkon në frigorifer ruajtje. Frigoriferi ruajtjes është ky frigoriferi këtu. Edhe ky me tjetër temperatura 5-7 gradë qëndron këtu për 3 deri në 4 orë. Okay. Këtu pasni disa produkte të ndryshme. Po, këtu kemi disa produkte ndryshme. Ky është një sallam popullor, ai është një sallam parizer. Pjesa tjetër ai Suzuki i mbaruar. Ky është një prosciutto pune e cila kalon në një proces tjetër që do ta shikojmë pak më vonë në fetatrishe. Këtë ta kërkon biznesin në këtë format apo këto bëhen për efekt se këto kalon në një proces tjetër në feta, këto duke qenë se po tjetë produkti me diferenca me gjatësi të shkurtër ka shumë humbje për biznesin. Atë bën me masë më të madhe, në mënyrë që humbjet janë sa më të vogla, këto. Shumë mirë. Prej këtij kalon në repartin e këto të tjerat. Kjo për shembull, kjo është një sallam fshati quhet këto, kjo është me erëza pikante, ka pak brenda piper të kuq, piper të zi. Ky është sallam popullor, sallam i kërkuar nga një pjesë e madhe e tregut shqiptar këto. Ky është një lloj sallam parizer, këto që përdoret zakonisht për mëngjese, për familje, për familje po zakonisht. Se shoh që është në porcione të vogla. Prodhon në këtë formë që ti kesh mundësi të përdorësh një artikull, një masë caktuar që mos ta hapësh të gjitha ato. Edhe rrutja është më e mirë. Mund të prishet edhe në frigorifer. Po, normal. Po. Freskin që ka produkti. Prej këtij bashkë kemi ky është reparti i amballazhit.
Reparti amballazhit është reparti ku ne I kushtojmë kujdesin më të madh sepse këtu edhe mas problemi, mas I ka dalë nga furrat, ka temperaturë caktuar, këtu gabimet janë pa pak, sepse nëse të bëjnë gabim këtu, atë produkti mund të prishet, mund të kontaminohet, mund të kemi probleme të cilat janë ta grabojnë më keq akoma këto. Kështu I kushtojmë rëndësinë shumë të madhe me fjalë këto. Pasi dhe nga temperatura aty 7 gradësh, Pra kjo është pika fundore. Masi paketohet, ajo amballazhohet deri dhe hyn në një sistem tjetër ruajtje këtu. Kjo kemi prapë sistem frigoriferik. Sistem frigoriferik. Do tani këto janë me kilogram, si e kemi vendosur. Këto janë si me numër, si e ke këto janë me kilogram. paketuar. Këto janë me kilogram. Po ta shikosh këtu se ka syzet, ka peshën, ka lotin, peshën edhe Datën e skadesës. datën e skadesës. Si jeni? Unë marr. Dollë? Janë nga më vjetrat që ne kemi. Janë për shembull ka ardhur mëres në mosh, është martuar, ka fëmijë. Dhe da bën të shkojmë edhe në periudhën e verës, mundon të stafin, ta mbajnë shmokën nga familjes. Brezat e rinj japën një mundësi që kene dhe ata mundësin për të bërë provat e shkollës, kohën fituar për të marrë eksperiencë, punën e Tu në ambientet e juve. Po. Ja mos e them. Mbasi amballazhohet, ato futen në frigorifer freskut që në ruajtje. Po Ky është ai sallami I fshatit që thashun që është me ato erzat pikante. Kjo tani në procesin e etiketimit, vendoset ajo etiketa për po tregon datën, ditën, llojin e produktit. ku shitet më shumë? Si e ke programuar? Produkti I shitet më tepër sallami popullor, që është po themi një, edhe është një sallam tjetër me feta që quhet tost familjar. Ai është I bashkangjitur përveç sallamit me feta, ka një pjesë me djathë me feta. Si bëhet Ti e ke është gati për tost, këto është gati për tost. Ti e merr, e hap edhe e paketon edhe mund ta konsumosh me fjalë me atë. Ky proces I këtu është I njëjtë me procesin e parë, është një makinë e ri që për efekte peshash, kemi që kjo makina e bën me katror me blloqe më të vogla, ai e bën me blloqe më të mëdha. Kjo bën në mënyrë automatike, Kjo ka në mënyrë automatike. Kjo e merr rulin, ja zoti po shikoj, e merr rulin, e ka rulin të bashkangjitur. E formon pakën, e mbush me produkt, ruli sipër, vendoset tu, edhe dy bashkangjiten dhe nxjerrin atë pakën e gatshme aty në fund fare. që I kalon vakum. Po, Kjo është procesi I vakumit? Kjo këtu bëhet edhe procesi I vakumit, që sipas produktit. Ka produkti janë në vakum, edhe ka procesi janë me gaz CO2 për ruajtje më të gjatë. Sipas produktit. Çfarë ke nevojë për mekanik më të re, një investim më të zhvilluar, pra që ti kesh një proces të kaloj lehtësim, por edhe të kaloj në mekanizmi të reja, pra çfarë të duhet për investim? Për investime më mirë për momentin për ne do të ishte po them kam nevojë për një skuter, makinë skuter, gryrësja, sepse ajo është makinë e mirë, po në vitet bën vetë kalon këto, kam nevojë një tillë. Edhe për një furrë automatike do ishte goxha mirë. Ato do shkurtojnë goxha, do ulin kostën e prodhimit, sepse një furrë e re automatike është shumë më e mirë se këto që kam, do ulte më tepër. Kërkesa për ta zhvilluar biznesin apo porosimet më dha, si duhet tregu? Tregu tani për momentin është pak I vështirë, megjithatë ne mundohemi duke nëpërmjet mediave sociale, gjërave, mundohemi të bëjmë reklamë, të jemi prezent gjithkohës. Një gjë tjetër për cilën neve po punojmë fort me fjalë është edhe zëvendësimi I makinave shpërndarëse me makina 3 elektrike. Sa makina shpërndarëse? Ne për momentin kemi 13 makina shpërndarëse, 13, nga të cilat 7 unë I kam bërë tani elektrike. I kam thyer furgon elektrik. Tregun e çon gjithë Shqipëri. Në gjithë Shqipërinë. Ne nga veriu deri në jug. Jemi kompani familjare me thonë drejtën. Ne kemi filluar kështu si çdo shqiptar punën nga fillimi shumë me prova me eksperiment dhe nga dalë. Si e fillova? Më trego pak. Si e nisi ke punuar jashtë? Jo, nuk kam punuar jashtë. Jo, asnjë sa vjen. Të ngjashëm si lindi ideja. Ideja lindi nëpërmjet kam një mik shumë mirë që është një qerus shumë I mirë mishi këto. Ai më ndihmoi që të po themi mbështiu me që orën e okay mos I prodhim sallam këtu. I thash unë sallam nuk di. Bëj ato po nëpërmjet duke lexuar çik ai duke na shpjeguar sa gjona. Çfarë viti ishte? Në vitin 2004. 2004 nëpërmjet.
Ai është bo sebeb që ne kanë filluar bëjmë sallam, se ai na shpjegoi se si prodhohet sallama, si Sa fillova në fillim? Do si ishte? Fillimi ka qenë goxha i vështirë sepse ne prodhonim, po themi, doni 100 kg në ditë edhe nga të cilat 50 nuk i shisim dot. Po ishme ndarë në për njerëz të afër dhe miqë dashamire se këto për mos me çu dom. Pastaj u lidhëm me një firmë që ta Zaltekon ato, nëpërmjet një mikut tonë na prezantoi, erdhi dikush na ndihmoi si fillim, na shpjegoi që për të bërë sallam nuk është vetëm dëshira, po duhen ca gjëra për të cilat ke nevojë të bësh patjetër. Siç janë lidhsat, aditivat që japin shije, ndihmojnë në jetëgjatësi, në rujtje, në gjithë gjërat e tjera. Tani sa prodhojmë tani? Tani prodhojmë 1 tonë gjysmë në ditë. Në një pyetje të fundit. Kontrolli që ne kemi nxjerrë një audit për kategorizimin, ka qenë tek ju? Po ka qenë. Çfarë detyra që ka lënë? Përfundimisht unë kam në sallën e punës do të vendos një kondicioner për rujtjen e temperaturës konstante të sallës. Kjo është e fundit. Kjo ka qenë. Po, cilën e vendos jo nesër, po ditë në vazhdim është e mbaruar. Këtë duhet ta kryejmë sepse ne do të kalojmë në një standard në Bashkimin Evropian, në mënyrë që e para është siguria ushqimore, që ne të sigurojmë me të gjithë qytetarët që kemi një produkt të kontrolluar, cilësor, me standarde dhe me gjithë kushtet e nevojshme. Shoh që ka një investim shumë të mirë në teknologji, në pastërti, në që ti mban këtu me punojësit tuaj, sepse kjo është e para higjiena që ne do të krijojmë. Dhe më pas produkti cilësor që ju prodhoni sipas shijes së konsumatorit apo këto tradicionale që ti jep. Të uroj shumë suksese dhe punë të mbarë. Shumë faleminderit që jeni këtu me ne. Shumë faleminderit.